kujdesuni ndaj kristallit. Të dashur miq, uroj që të keni një bajram të mirë dhe kaluat një Ramazan të mirë. Përderisa flasim për Ramazanin, jemi dakord që është muaj i adhurimit, i Kur'anit, i namazit dhe kështu me radhë. Por atë që ndoshta nuk jemi bashkë dakord është ajo, nëse ky muaj është i ibadetit, i Kur'anit, i namazit edhe për gratë, për burrat apo vetëm për burrat. Detyrimisht që duhet të dakordohemi që feja është për dy gjunit dhe të gjithë prej tyre do të marrin veprat e tyre përpara Zotit, qofshin mashkull apo femër. Por atë që nuk jemi dakord mjaft është aktivitetet sociale dhe në familje dhe aktivitetet fetare. Përderisa edhe zonja ime dhe zonja yte duhet të falin namazin e teravis apo namazin e akshamit dhe kështu me radhë, çështja e përgatitjes së iftarit si duket i mbetet në dorë vetëm asaj. Ne ushqehemi si burra, kurse përgatiten ata të cilët janë gra. Ne marrim telefonat shpejt si burrat, shtrihemi anash, kurse ata duhet të pastrojnë tavolinën. Ne përgatitemi se çka do të bëjmë pas teravisë dhe pas darkës, kurse ata përgatiten se çfarë do të bëjnë për syfyr. Ne mundohemi të shtrihemi në divan, ata mundojnë të pastrojnë dhe t'i lajnë teshat për fëmijët e tyre që do të shkojnë nesër në shkollë. Ne mundohemi të shtrënazojnë gjumi, kurse ata mundohen tash të falin namazin i cili ka mbetë më vonë për shkak të angazhimeve të cilat mbeten. Të dashur miq, i dashuri Allahut sallallahu alaihi wasallam thot rifqan bil qawarir, keni kujdes ndaj kristallit që e keni të shtëpia. Në këtë kontekst, ata do përgatisin syfyrin, ne do të flasim nëse është mirë i bëm apo jo, nëse është i nxehtë apo i ftohtë, nëse është shumë me kryp apo pa kryp, nëse. Keni kujdes ndaj kristallit që keni të shtëpia. Ne do ta nxjerrim teshën dhe do ta lëmë në korpën e teshave të palara, kurse nesër do ta gjejmë të hekurosur dhe të larë. Kujdes ndaj kristallit që keni të shtëpia. Nëse kjo krejt kaloi dhe ne kishim një ngarkesë si burra, ata i kishin dy si gra, atëherë do ishte bajrami një shkas i mirë për mirënjohje, për një dhuratë të mirë, për një fjalë të mirë edhe për një mirënjohje të veprës të cilën ka bërë zonja yte. A do ishte ndoshta mirë që në këtë bajram të ndash një dhuratë me të dhe ta falenderosh në emër të familjes për angazhimin të cilin e ka bërë. E pejgamberi Allahut na ka mësuar duke na thënë rifqan bil qawarir, kujdesuni ndaj kristallit i cili shkëlqen shumë të shtëpia jote, por mund të thehet shpejt. Mbetëshit mirë, një bajram të pranuar, rifqan bil qawarir.